vendin cakton datën, zgjedhet domon bëhet betimi mbrana në atë mbledhje, bëhet betimi dhe zgjedhja e kryetarit. Kjo është dashur më shku normalisht. Po na jemi sui generis, mund ndodh që as betimi mos u bë, edhe mos u zgjedh kryetari. Po shpresoj që të zgjidhet, pastaj nëse bëhet certifikimi të mërkurën, i bie brenda 30 ditë më së larg, mundet për 15 ditë me caktu presidenti, mundet mas 10 ditë me caktu presidenti datën, edhe atë pritet me u zgjedh kryetari dhe betimin fakti deputetëve dhe kryetari. Po shpresoj që duhet të bëhet një gjë të tillë, mos kalkulohen politikisht tek kryetari i vendit se është e pamundur të zgjidhet dikush tjetër, dhe të procedohet më shpejt. Pastaj vijnë këto afatet 15 ditë i jep koalicionit apo partisë që ka fituar zgjedhjet për formimin e qeverisë, dhe nëse nuk ndodh një gjë e tillë prapë edhe 10 ditë presidenti mund t'ia jep njëjtës partia apo partisë tjetër të formojnë qeverinë. Tani në seaza reale ku i kemi këta numra deputetëve, është dyqysh pak e çuditshme mos me mujt me formu qeverinë me 48 deputet, 10 minoritete. Po thu 48 deputet ti kesh, po se bësh qeveri, është skandaloze mos na bëj. Është skandaloze vetvete, po besoj që duhet të formohet, është shumë lehtë më formu. Mendoj se secili prej nesh e kish formuar ka qeveri dhe besoj që ka më formu qeveri, nuk është problem. Numrat, pastaj ndoshta do të ketë bash pak siduese kur vjen të zgjedhja presidentit, po natë të i kalojmë të ecim të tjerë sepse nuk e shoh unë, po ne edhe me vjen me punë praktike me institucionet e Kosovës 3-4 muaj para zgjedhjeve. Edhe tani 2-3 muaj mas zgjedhjeve gati një gjys viti, thuaj se nuk ka punë efektive nëpër institucionet. Dhe na kemi nevojë emergjente që të punojnë institucionet në mënyrë efektive, ashtu kështu e kemi një administratë të lot, edhe këto fushatat para zgjedhore dhe pas zgjedhore po shkaktojnë dëme, po shkaktojnë pasiguri, sidomos në aspektin ekonomik edhe përmbushjen e zotimeve, marrëveshjeve ndërkombëtare, duhet të punohet më shpejt në krijimin e institucioneve, të kemi institucione efektive. Sepse kjo stërgjatje edhe pas zgjedhjeve i bën dëm në vetë funksionalitetit të shtetit të Kosovës. Po besoj që qeveria do të formohet pa problem. Do të formohet nga Kurti apo? Apo nga? Normal nga partia që ka fituar zgjedhjet me 48 deputet. Për ty Patina? Kurti do bëj qeverinë, do ketë opozitë, edhe me qeverisë do opozitë. 48 deputet, s'do me thonë që mundesh me bo qeverinë, sepse të vynë 61 vota, ne kemi ndëgju deklarime edhe prej... Po nëse nuk mundet me bo gjatë një deputet, me të vërtet, ma se ne dyshu se aja vlenë me qenë kryeministër, edhe nëse s'mundesh me bo, se është letë me bo, nuk ka problem me bo. Jo dhe bash letë, sepse ti duhet... Ka pas me 30 deputeti kanë bo gjallet, është Po ma do në kam koalicione me parti politike. Po dhe tash koalicione... Po i dosh Kurti, edhe pisa tjetër e... Se që ka të keqe me bo koalicione, është shumë normali, na kem të folë, jemi të folë për këtë gjutë për bashkimit, ko shumë të mirë me bo koalicione, na kemi pa që ka nevojë, edhe qytetari ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Nuk ka rëndësi edhe gashi për koalicion, po ky thot koalicion me deputet, jo me parti politike. Nuk ka rëndësi se sa deputeti ki Po në fakt ashtu i ka dhënë kushtetusja rolin e partive politike minimizon shumë në kuvend të deputet. Pra ata janë tash pasha dhe së bash aty dhe nuk i intereson më sa një partit politike. Në juridikisht i bjen deputet e kanë rolin, po normal që partit politike... Koalicion me deputet, jo me parti politike, në kupton që jo me partit, po... është legale koalicion me deputet, pa parti politike. Po është edhe legale dhe legjitime me qenë koalicionat me parti politike. Është legjitime të shkon një deputet që i merr votat një parti... Po, është legjitime dhe legale, me vetë faktin kushtetutja ju ka dhënë drejt, ka dhënë mundesh me bërë, nuk e kemi në sistemin sikur vendet tjera, nëse delpi e fiton zgjedhjet me një koalicion. Ajo është legaliteti që po fleti, unë po flas për legitimitetin. Po legale është edhe legjitime, qëre legjitimja ka një standard shumë më tull përmbushjes, legaliteti më të madh. Mendoj që jo, legaliteti është më sankcionues. Jo, legaliteti është më sankcionues, po. Po me vetë faktin kur është legale legjitime. Parime kemi një lloj morali, politike. Po është më vështirë me moral që ndoshta nuk ekziston, po të cilën ne e dëshirojmë ta. Po kush është me caktuar o legjitime apo legjitime? Kur është një autoritet përfundimtar, gjykata kushtetuese e Kosovës ka thënë shumë legjitime. Për ty, nëse ai zotëria i merr votat e PDK-s, edhe në fund shkon e voton kryeministrin që vjen nga vetëndosja. Nuk është se para se fundi çdo kund botë ndodh. Është okay ajo? Ai ka marr votat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Edhe o deputet që përfaqëson qytetarët e Republikës së Kosovës. Kur është okay në Senat me ndryshu switch
Çka ka lidhje dhe këto ndryshojnë, nuk është ndoshta shumë etike, u kupton ajo, kuptohet. Nuk është parimore. Apo dhe nuk është parimore ajo, po është për mua është legale. Po, legaliteti nuk e mohua, prandaj folëm për atë pikën tjetër të moralit politik. Por ju është okej, zonja Pantina, se ju deputete keni qenë në kuvendin e Kosovës, sa 2 ose 3 mandate? 2 mandate. 2 mandate. Dhe juve ju ka rastitur mandatin e dytë të ndaheni nga partia. Por jemi nda për çështje politike parimore, jo për me votu diçka, ose me votu dikën. Edhe pse ju